Duke u nisur nga biznes superior, padyshim që kemi diskutuar shumë herë në çdo kampionat, në prag të përfundimit çdo kampionati, realisht është një kampionat i fortë, me konkurrencë i paparashikueshëm, ku vendi i fundit mund të fitojë me vendin e parë, ku karakteristikat e këtij kampionati janë diferencat në pikë të vendit të parë me vendin e fundit nuk janë shumë të mëdha, si për shembull në disa vende të tjera pothuajse me të njëjtin numër skuadrësh. Arsyeja pse ne mendojmë që duhet vazhdojmë me 10 skuadra është sepse ky kampionat ka është i fortë dhe e shton shumë interesin e skuadrave për pikë. Pothuajse deri në javën e fundit askush nga skuadrat nuk ka mundësi të tolerojë një skuadër tjetër dhe kjo është e rëndësishme për ne. Ky kampionat nuk lën mundësi për kompromis dhe kjo është e rëndësishme. Në këto kushte, në këtë situatë, me këto financa që kemi, pa një mbështetje financiare apo ligj sponsorizimi, do të vazhdojmë me 10 skuadra dhe 12 në kategorinë e parë.